Dash, po du me të vetë, a dalojnë klientat Gjermanë edhe të Kosovës, dhe më thonë mentaliteti, a kanë kërkesat të ndryshme, a ka diçka ndryshe prej çka kërkojnë? Po kërkesa modës njëherë për njëherë është e njëjtë, një dallim me kinana që na i kena femrat shumë të bukura edhe me tregu drejt din çka dojnë. Për atë arsye vinë te frizerit që na më ndihmua çka dojnë. Për atë arsye them që kanë dallim, se edhe kur të vinë si kliente dallohen në veshje, dallohen që rregullohen, ki qef mi pa. E vërtet, racë më të bukur, femra më të bukura se shqiptarët nuk ka. Mi pas kushtet shqiptarja një Gjermankës, do me thonë, adin me pune, me tardhuna, ku me di që shishindok, shqyqyr që s'kena. Sa ata, na Mercedes nuk kena, po për femna, po të kalzit të lojna. Po shazit për që ditën e këta të hujtë, që punojnë. Na i kërkesë çuditshme që e ki marrë për na i klientet, cila kërkesa ma çuditshme që e ki pas për flok? Po kërkesa çuditshme nuk ka, po janë do detale që s'muj mi bo vetë, edhe ato i thëmë nuk muj mi bo se e dëmtoj ato, nuk du me dëmtu për atë arsye thëmë jo. Edhe një punë që ka e bëj për qefi temin. Mu mas pari dush me m'pëlqy ti, që me ti rregullu flok në atë sistem që donë. E tani e bëj, se ndryshe se bëj, se shumë frizera punojnë për para, na ketë punojnë për para, po punën dush me pas dashni. Po, do të me dashni e. Dok, cili është, do me thonë, rreziku, cila është e keqja nëse një moshkull e bën qatë faceliftin, a që i thojnë asaj pune. Do me thonë, qka mundet me konë diçka rrezik që ja dhe ja tregoni, që e keni për detyrë me ja tregu pacientit? Çdo intervenim e ka të rrezikun e vet, po para çdo operacionit, do thotë duhet 2-3 herë mu taku me bë konsulta të rëndësishme, me shpjegu për shembull ona e rrezikut, cilat janë përparësitë, cilat janë, do thonë, pjesa psikologjike e pacientit, se është një ndryshim i hatashëm fytyrë, mandej është një ndryshim i pjesës muskulore të anatomisë së fytyrës, ka shumë rëndësi ajo. Duhet një konsult detaj me pacientin, derisa ta pranojë psiqikisht, pastaj shkohet pjesa operative. Rreziku është vetëm mjeku që s'ka bërë përvojë. Tash fatkeqësisht shumica e mjekëve, edhe ne tomë jemi bërë si artistat. Sa më shumë me mund me shit punë, sa më shumë me mund me kap klientel. Kjo është fatkeqësi të drejtën në aspektin mjekësor, për arsye se nuk shifet eksperjenca. Për shembull, sot në Instagram një mjek shifet vetëm puna e atij mjekut në Instagram, puna e një mjeku shifet vetëm Instagrami. Po duhet shifet pak se sa eksperiencë ka, ku ka punu, ku ka mbledh përvojën e vet, sa rasti ka bo, në konsult, mi thonë jep me fotografitë pacienta që e ku operu përpara, çfarë moshe ka pas, a ki pacient moshës teme, a ki pacient peshës teme, a ki pacient për shembull natyrës teme, smundjes teme, që me mund pak a shumë me arte konkluza. Vetëm përvoja shumë e rëndësi për mjekun, me të vërtetë tash